Rikthehemi në pjesën e tretë të emisionit. Mbi frikërat. Frikat përballë besimit, po? Tani, shkenca është e thënë e Zotit dhe shkenca i vjen ndihmë njeriut me të gjitha, që nga ilaçi më i thjeshtë deri te operimi për t'i shpëtuar jetën e tij. Më vjen për shembull para ca ditësh një djalë shumë i mirë dhe besimtar nga Maqedonia, shqiptar, i cili ishte tmerrsisht i trembur, tmerrsisht, dhe nuk e donte jetën madje, sepse kishte atë që quhet homofobi. Homofobi, përkthyer, do të thotë frikë se mos jam homoseksual, se mos jam homo. Kuptohet që kishin në adoleshencën e vet parë disa porno, sa aty ngacmon shumë shejtani, dhe ishte tmerrsisht i trembur, aq sa nuk ishte dhe potent tani dhe nuk guxonte as martohej, sepse pra ishte mbushur mendja për keq sikur është homoseksual. Dhe unë i thash, ulu këtu, dhe këtu kemi testin shkencor. Nëse testi nxjerr që je, s'kam çfarë të bëj. Ama testi është ai që vërteton je apo si je. Një lloj sikur radiografia, radioskopia apo analiza. 3 pyetje i thash unë janë. Urdhëro. Gjatë pjekurisë seksuale kishe tërheqje për femra apo për meshkuj? Për femra tha çfarë thu? Tham më vjen keq edhe që më pyet. Jo, prit, bukur. Të gjitha tërheqjet dhe domethënë to që bën adoleshenca, domethënë si objekt kishte femra apo mashkull? Femër tha patjetër. Shumicën e ëndrave, shumicën i ëndrave erotike i shikoje me femra apo me meshkuj? Me femra patjetër tha. Atëherë i thash unë sikur edhe të duash të bësh, nuk mund të bësh dhe është e mbaruar që je hetero, je i rregullt, u desh pak kohë për ta bindur, por ka ardhur duke qarë me lot pikëllimi dhe depresioni dhe ka ikur duke qeshur me lot gëzimi që ishte i rregullt. Dhe tani, siç e parathash, përmendi që parë profesori çështjen e një frike nuk e di, i bëre një cilësim mjaft simpatik.